Rasti I hakerimit të sistemit elektronik të SPAK ka kaluar pa shumë bujë në opinionin publik shqiptar, por një investigim I gazetës Dita zbulon dimensione të reja që tregojnë se ky nuk ishte një sulm spontan. Në qendër të hetimeve janë 3 persona: Agim Ismaili, ish-drejtori I përgjithshëm I burgjeve, Xambak Gjoni dhe Arnold Rokaj, por emrat të tjerë janë përfshirë si pjesë e një rrjeti të strukturuar me qëllime të qarta. Ky grup ishte pjesë e një strukture që koordinonte edhe shpërndarjen e materialeve të rrjedhura në media për të goditur individ të caktuar në publik. Një burim I mirë informuar I tha gazetës Dita se ka ekzistuar një rrjet I brendshëm I komunikimit. Përpara se informacionet të dilnin jashtë, materialet përgatiteshin dhe shpërndaheshin në një grup WhatsApp. Në këtë grup ishin të përfshirë Sokol Ngresi, Anton Martini, drejtori I hetimit tatimor, Dritan Palnikaj, sekretar përgjithshëm në MBU, nipi I Agimit, Melsi Beli, punonjës në Akshi, ish vartës I Agimit, Blerina Hoxha, punonjëse në Akshi, lidhje me Melsi Belin, Jonida Baçi, ish drejtoreshe ATP, e shkarkuar, lidhje miqësie me Agim Ismailin, Ylli Gaxholli, ish punonjës në ATP, i shkarkuar, lidhje e vjetër me Agim Ismailin dhe Jonida Baçin, Maltin Malaj, ish drejtor në DPB tek prokurimet, punonte me Admir Arbrin, drejtori burgjeme. Sipas burimit, materialet që rridhnin më pas në media nuk ishin aksidentale. Ato përgatiteshin, filtroheshin dhe shpërndaheshin me qëllim të qartë. Detajet kryesore të ngjarjes. Më 12 mars 2025, SPAK mori informacion se kishte pasur një tentativë të paligjshme për të ndërhyrë në emailët e disa prokurorëve të SPAK. Sipas raportimeve që kanë publikuar pjesë të dosjes hetimore, kompjuteri I ish-kreu të SPAK, Altin Dumani, është tentuar të hakerohej 425 herë në periudhën shkurt mars të vitit 2025. Për momentin vetëm Ismaili, Gjoni dhe Rokaj janë nën akuzë për hyrje të paligjshme në sistemet kompjuterike dhe për shpërdorim të informacionit, edhe pse mbrojtësit kanë pretenduar se provat ndaj tyre nuk janë të qarta. Edhe kreu aktual I SPAK, Klodian Braho, ka qenë gjithashtu objekt interesimit të personave që ndërhynin në sistemin elektronik.